Të dashur qytetarë, të nderuar gazetarë, dje kuvendi, siç e pam, nuk arriti të zgjedhë qeveri të re, përkundër tentimeve të disa hershme shtërruese dhe gatishmërisë sonë të hapur e sinqert, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisë nuk e dhanë rezultatin të cilin e synuam. Asnjëra nga partitë parlamentare të cilave u kemi bërë ftesë nuk ka pranuar të bëj një marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhej të kishte një koalicion qeveris. I bëm ftesë 2 herë LDK-s edhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me nismën. LDK refuzon kategorikisht një qeveri të udhëhequr nga unë, kurse nisma përfundimisht nuk deshi të jetë në një qeveri që e drejtoj unë. Po të rezononin ndryshe këto dy parti edhe të pranonin ofertën tonë për bashkëpunim, ne jo vetëm që do të kishim numrat e nevojshëm për të formuar qeverinë e re nga kjo legjislaturë, zgjedhjeve parlamentare të rregullta, të lira, të ndershme të 9 shkurtit si vjet, por edhe do të mund të jepnim zgjidhje çështjes së zgjedhjes së presidentit e cila na pret pas vetëm 4 muajve. Duke e parë disponimin e elektoratit të lëvizjes vetëvendosje dhe të lidhjes demokratike të Kosovës, jam përpjekur shumë që ta shkëpus LDK-n nga PDK-ja. Në vitin 2020 ja arritëm, por vetëm për 51 ditë. E provuam përsëri me leadershipin e ri të LDK-s, por pa sukses. E vetëm një mënyrë se si LDK pranonte të bëjë pjesë e qeverisë me ne, ishte që edhe PDK-ja të jetë aty brenda. Për neve kjo është e papranueshme sepse e dëmshme. 4 vitet e këtij mandati na e kanë dëshmuar se qeveria është stabile, atëherë kur përveç numrave në kuvend, i ka edhe numrat në kutitë votimit. Dhe se interesat e vendit mbrohen dhe afirmohen më së miri, atëherë kur kryeministri dhe qeveria gëzojnë legjitimitet të madh dhe të drejtë për drejtë nga populli. Dua të theksoj se unë dhe lëvizja vetëvendosje jemi të interesuar, andaj angazhohemi të punojmë që ta zhvillojmë shtetin e jo që ta mbajmë pushtetin. Prandaj para çdo marrëveshje që shtrembron vullnetin e qytetarëve në zgjedhje, ne zgjedhim zgjedhjet. Kjo është edhe arsyeja pse vendi natyrisht, siç e pam nga dita e djeshme, nuk ka rrugë a mënyrë tjetër përveç se drejt zgjedhjeve të reja. Nuk ka qenë preferenca jonë, jemi përpjekur që çdo herë kur është kërkuar nga ne, obligimin ton ta kryejmë me kohë, edhe kur kemi votuar menjëherë Komisionin për verifikimin e mandateve, edhe kur kemi propozuar menjëherë për kryetare kuvendi Albulina Haxhiun, edhe kur kemi propozuar menjëherë metodën e votimit të fshehtë, edhe kur e kemi zëvendësuar menjëherë Albulina Haxhiun me të tjerë kandidat derisa u votua kryetari aktual i kuvendit Dimal Basha, dhe lëvizja vetëvendosje ja ka dërguar nominimin tim presidentes së Republikës menjëherë për të filluar me përpjekjet për zgjedhjen e qeverisë. Kur janë afruar afatet, ne nuk kemi hezituar asnjëherë. Por tash ndërkohë kemi hyrë në muajin e 8 të vitit të 5 të mandatit tonë të plot 4 vjeçar, nuk e kemi menduar që do të ndodhë, sigurisht që nuk e kemi dëshiruar, por dita e djeshme vetëm sa e zgjat një mandat të këtillë. E në këtë mandat që është mandati qeverisë në detyrë, ne kemi përplot detyra të cilat po i kryejmë me përkushtim dhe përpikri. Më lejoni të përmend vetëm disa prej tyre. Kemi vendosur gur themelin e qerdhës së re në Bardhosh Prishtinës investim prej 1.17 milion euro.
Kemi vendosur gurthemel 3 edhe për shkollën fillore dhe qerdhen në lagjin e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, investim i mashtit me vlerë mbi 4.1 milion euro dhe shkollës re në Fushë Kosovë po ashtu. Gjithashtu edhe depoja e barnave në Fushë Kosovë po ndërtohet duke e bërë vendin ton me depo të duhur të barnave pas më shumë se 2 dekade. Kemi vendosur edhe gurthemelin e objektit të ri të QKMF-s në Shtime dhe objektit të ri të Enti Special, pastaj të pishinës së dytë gjysmë olimpike nivel vendi në Podujev, të stacionit të policisë në Zubin Potok dhe të ndërtesave të banimit të përballueshëm dhe social në Pej, Podujev, Gjilan, Istog. 404 njësi banesore janë duke u ndërtuar prej se jemi qeveri në detyrë. Kemi vendosur gurthemelit e 2 urave të reja mbi lumin Ibër Mitrovic, njëra tashmë ka përfunduar, ndërkaq tjetra është në ndërtim e sipër, si dhe të stadiumit të qytetit të Theron dhe Suarekës, investim i MKRS-s në vlerë prej 11 milion euro. Ndërkohë kemi përuruar fundruesit për sistemin e ujit të pishëm që u siguron ujë të pishëm e të sigurt për 10.000 banorë të Istogut, objektin e ri të stacionit policor për mbikëqyrjen e kufirit në Izvor Zveçanit, 2 kilometra larg kufirit me Serbinë, zyrën e re të postës Kosovës në Leposavić, urën për automjete në lumin Ibër, 3 qerdhe në Fushë Kosovë, në Shtime dhe në Kamenic, bypassin në Vushtrri në drejtim të Mitrovicës, punimet në segmentin Zahaq-Klin e kështu me radhë. Ndërkaq i kemi rritur shtesat për nënat Lehona nga 170 euro sa ishin në 325.9 euro dhe pagesën e qeverisë për pushimin e Lehonis e kemi ngritur nga 223 euro në 319.5 euro. Kemi ndarë 100 euro shtesë për studentët e gjitha niveleve dhe gjitha universiteteve të akredituara në vend, me rastin e fillimit të vitit të ri akademik. E kemi funksionalizuar bordin e përbashkët Mitrovicës, rezultat i të cilit është dhe nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet MMPHI-s, komunës jugore të Mitrovicës dhe asaj veriore të Mitrovicës për projekte të ndryshme infrastrukturore në mesin e tyre edhe ato 2 urat e reja. Jemi antarësuar me drejtat plota në HR dhe në Aleancën Evropiane për praktikën profesionale. Ka vazhduar programi kompakt i korporatës së sfidave të 1 vjeçarit MCC.